Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth një orë në transmetim dhe redaksia e emisionit Pa Gjurmë do të sjellë në fokus disa histori, denoncime që janë bërë pranë ekranit të Report TV. Në fakt do të jemi sot në kërkim të një të moshuar i cili fatkeqësisht pasi humbi bashkëshorten nga kjo jetë, le të themi u largua nga banesa dhe humbi çdo lloj kontakti me djalin e tij, me nusën e djalit, por dhe me niprit dhe mbesat. Bëhet fjalë për Veip Hoxhën, dashur miq, 81 vjeçar i sot që jetonte në Kamz me familjen e tij, është larguar nga banesa dhjetorin e vitit 2020 dhe konkretisht në 28 dhjetor të këtij viti mbushen plot 5 vite që nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Veip Hoxhës dhe aktualisht ai bie të jetë 81 vjeç. Urojmë dhe shpresojmë që mos ka ndodhur asgjë e keqe me fatin e tij. Nusja e djalit, Klodiana, ka mbritur në studion e emisionit Pa Gjurmë me shpresën që ditën e sotme ajo do marrë një lajm, një informacion për vjerrin që është kujdesur për vite të tëra. Përshëndetje Klodiana dhe mirë se erdhe. Përshëndetje dhe faleminderit që transmetoni edhe një herë edhe si në vëmendje historinë e vjerrit tuaj. Edhe shpresoj që të kemi ndonjë gjë në emër të Zotit Madh, të bëhet ndonjë gjë, të kemi ndonjë shenjë. E uroj me zemër këtë gjë, dashur Klodiana, dhe këtë desha të thosha që nuk është hera e parë që ti ke qenë në studion e emisionit Pa Gjurmë. Hera e tretë. E kujtoj fare mirë që ai humbi në 28 dhjetor dhe në ditët e para të janarit të 2021 ne kemi qenë në transmetim live ku kemi trajtuar historinë e vjerrit tuaj dhe mbritën ato kohë shumë informacione, por që informacione që nuk sollën asnjë gjurmëte për të. Dhe nga ajo kohë ka kaluar 5 vite dhe ju më thatë që kam qenë 3 herë në studio. Të kërkoj ndjes, sepse më ndodh shpesh që me shumë persona të humbur që i kam trajtuar ndër vite në Pa Gjurmë, nuk janë rikthyer në fokus, ndoshta për shkak se ndonjëherë harrojmë dhe ne si gazetarë të hyjmë në arkivat tona dhe t'i rikthejmë. Por me kërkesën tuaj dhe e premtoj publikisht dhe për të gjithë familjarët të humburve që më kontaktojnë, shumë shpejt, ditë pas dite do të jenë në këtë studio për të trajtuar këto histori. Kështu që të falenderoj që të kam në studio dhe dua të përshëndes dhe juristen Nexhi Beqiri. Përshëndetje Nexhi dhe mirë se erdhe. Përshëndetje Odeta. E dashur Nexhi, ne të dyja shpeshherë kemi qenë në këtë studio ku kemi trajtuar persona të humbur të moshës së tretë dhe dua të them një rast që ka ndodhur përpara disa ditëve. Në redaksin ton bie telefoni e ngre gazetarja jon Klaudia dhe një qytetare kishte gjetur rastësisht te Zogu i Zi një të moshuar që dukesh ishte prekur nga skleroza dhe ishte i përhumbur. Klaudia menjëherë mori makinën e punës dhe u nis drejt Zogut të Zi me shpresën që ta merrnim atë person, ta sillim në ambient të Report TV-s, na ndodh shpesh kjo gjë që na telefonojnë qytetarët dhe të njoftonin policinë dhe me shpresën që do i gjenin dhe familjen. Por çfarë ndodhi? Sa bërin Klaudia, kishte mbritur menjëherë vajza e personit të moshuar dhe ajo kishte vendosur babait të saj, më bëri shumë përshtypje, një bërzylyk, më tregoi gazetarja, që kishte një çip dhe vajza duke ditur që babai ishte prekur nga skleroza dhe kishte dalë dhe herë të tjera nga shtëpia, ajo e monitoronte nga telefoni i saj nëpërmjet atij çipit. Le të themi në këto kohë moderne kjo është një zgjidhje shumë e mirë për moshën e tretë për t'i vënë një bërzylyk, një unaz, një kopse që mban një çip dhe ti ke mundësi t'i gjesh koordinata se ai ku shkon. Më bëri përshtypje kur ma tregoi Klaudia këtë gjë. Bën shumë mirë Odeta që e thua këtë gjë, sepse sot shkenca ka avancuar shumë, janë dhe këto mjete identifikimi dhe ndjekjes, si thua si një formë GPS-i që si ka makina, t'jesh, domethënë është në formën e një ore, të cilën ti mund ta monitorosh gjatë gjithë kohës dhe me të vërtetë të gjendësh pranë në momentin që shikon që ai është larguar apo ajo nga shtëpia, larg atij destinacioni ose asaj trajektore që bën pothuajse çdo ditë e tjerë. Por unë mendoj se ka një problem shumë të madh në Shqipëri. Do të kemi parasysh që në Shqipërinë e viteve 90 u pati një ndryshim rrënjësor, nuk që thjesht një ndryshim politik, nuk që thjesht një ndryshim ekonomik nga një pronë shtetërore, dhe shteti kujdesej deri dhe për banesat, do të takon një dhomë me kuzhinë apo 2 dhoma me kuzhinë, shteti interesohej kur kishte shumë fëmijë të sistemonte në punë ose të futen në kurse profesionale. Ne kaluam në një sistem ku bazohet në pronën private dhe në iniciativën e lirë. Kështu që kjo krijoi të tjera probleme për shoqërinë tonë. Brezit tani që janë 70-80 vjeçar i kapi ky ndryshim në një moshë të madhe.
Kështu që detyrimisht edhe konceptimi, edhe të tronditja psiqike, edhe për ballimi me probleme të cilat nuk e kishin përjetuar për rreth 50 vjet në kohën e komunizmit. Në kohën e më pashme, natyrisht që krijuan probleme psikologjike, krijuan si thua gjendje ankthi, stresi, ju larguan fëmijët, kishin nevojë mall për ta, nuk ishin paranë e duhur, nuk kishin siguracioni shëndetësor të duhur, sepse ne dim shumë mirë që vitet të tëra ndoshta edhe tani kesh një problem shëndetësor, duhet kesh para që të paguash, se ndonjëherë nuk të jepet shërbimi i duhur në ato që janë shëndetësore dhe gjoja që janë falas, po atje duhet paguash, nuk është falas, e tha vetë ministri e re që nuk është falas, domethënë që ka shërbime të cilat ti duhet të paguash. Kështu që këto preken nga këto sëmundje, por ne nuk kemi mësuar që kur shikojmë një situatë të tillë, shenja të tilla të humbjes kujtesës, të demencës, diku thuhet skleroza e tjerë kanë nevojë në kategori po, të ndryshme, në mënyrë që të marrin shërbimin shëndetësor të duhur. Sepse ka një ide që nuk është mirë nga trut. Ka ilaçe, ka mjekësia ka zbuluar lloj medikamentesh, ilaçesh të cilat e përmirësojnë trurin e njerëzit, edhe kur është i dëmtuar, që e stabilizojnë atë, që ripërtërin dhe qelizat të cilat nga një goditje, qoftë në tru, qoftë mishemi cerebrali. Edhe vjeri i Klodianës Vejpi, ishte prekur nga skleroza, apo jo, Klodiana? Jo, ai nuk patë mend fare, kapi domethënë mas e vdiq vjera, 3 muaj mos e vdiq vjera, të kapi skleroza. Edhe nuk madhe mend asgjë. Ju i thoni skleroza, sepse i thoni juve kështu, sepse nuk e ka identifikuar mjeku se pikërisht çfarë diagnoze. Pra ky është një problem, mos zgjata pak dhe ndoshta nuk duhet ta bëja unë. Jo, shumë mirë. Ndoshta duhesh një mjek e tjerë, po megjithatë janë probleme. Janë këshilla të vlefshme që ne japim. Janë probleme që ndeshen në çdo familje, ne nuk marrim mundimin as si t'i çojmë, t'i mjekojmë, dhe të mundet si thua të parandalojmë një përkeqësim të situatës. Se ndoshta po të kishte marrë disa medikamente, disa ilaçe që në muajin e parë të dytë që kishin të bënin me gjendjen e ankthit që krijua, se humbi shoqen e jetës, me ato kish rrit fëmijët, e tjerë janë emocione që nuk i përballon kushdo mirë, po të kapin në një moshë të madhe, kanë pasojë edhe më të mëdha. Kështu që në këtë kuptim as nuk identifikohen dhe pastaj nuk merren ilaçet e duhura në mënyrë që të përmirësohet gjendja truri. Ai problem që unë has, sepse po e diskutojmë për të dhënë këshilla të vlefshme, sepse fatkeqësisht është e sigurt që edhe në ditën në vijim do të ketë të tjerë të moshuar të humbur që do jenë në studion e emisionit pa gjurmë. Është fatkeqësi, por e vërtet, kjo gjë ndodh. Prej vitesh vijnë familjarë dhe trokasin dhe kërkojnë ndihmën e ekranit Report TV. Por ajo që unë has si probleme është që fëmijët kur vinë në këtë studio dhe i pyes, a kishit kuptuar diçka nga babaja apo nëna, nuk kanë kuptuar. Nuk kanë arritur ta kenë kuptuar që ishte prekur nga skleroza, por mendonin që ndoshta për shkak të moshës shumë gjëra mund t'i harronte dhe i quani diçka që është brenda normales për një të moshuar. Odeta, ne lexojmë në këtë rast, gjithmonë lexojmë dhe sot këto rrjete sociale japin shumë këshilla, ato çfarë që në moshën 50 vjeç. Shenjat e demencës. Ato janë si thua harresat veçanta, të cilat ne shumë herë... Mos na frikso. Shumë herë... Unë 20 jam, më ka filluar të harroj, dhe shpesh e them në zyrë, po më zë skleroza. Po pra, sepse gjithë një njerëzit që janë dhe nga dashamirësia, edhe sepse janë njerëzit më të shtrenjtë, më dashur, i konsiderojnë këtos që vinë nga ngarkesa e tyre, nga ngarkesa e punës, nga problematiket që ka shoqëria, ka puna, domethënë kur truri është shumë i ngarkuar, natyrisht që do harroj disa në mënyrë që të punojnë pjesët e tjera të trurit. Kështu që ne kështu justifikojmë. Por ama ka njerëz të cilët, si thua, pak nga pak arrin në situatën që pastaj është ajo shkalla, të cilat kanë nevojë për ndërhyrje mjekësore. Nga mjekët e qartë nga medikamentet. Janë brez i tyre që si thua, vitaminat nuk i kanë marrë, nuk kanë bërë kur analiza që i mungon vitamina A, apo B-ja, apo C-ja, apo K12. Jo, jam dakord me këtë, po me thënë drejt vjerim ka qenë shumë i shëndetshëm. Fizikisht. Fizikisht i shëndetshëm. Jo, ai duket dhe në atë foto, regjia ma nxjerrë dhe një pasaportën e Vejpit. Edhe nuk ka pas vujtur nga asnjë lloj sëmundje.
Po do them një gjë. Jo, e them nga ana ime, nuk e them nga ana mjekësisë, përposisht. Se kjo për shembull ne na duket para se është i vjetër, për shembull, mund të harrojnë një herë, e bëjmë neve këtë skleroz. Po jo me doktorat për shembull që ta çon te djerin te spitali dhe kjo foto është 76 vjeç, është 76 vjeç te kjo foto përpara se të humbiste dhe duket realisht edhe nga fiziku që është i mbajtur, i fortë fizikisht, por aman demenca nuk njeh. Pra. Është shumë e rëndësishme. Ja, pa do themi një gjë tjetër, se domethënë duket sikur e teprua me këtë gjë, përja që mund të jetë shëndeti fizik, por ka një shëndet që neve përpara as nuk e përmendim, shëndeti mendor, që është një pjesë tjetër, nuk është shumë e njohur. Vitet e fundit ka patur një avancim të studimeve shkencore, mjekësore në këtë fushë. Dhe shumë pak flitet. Dhe pak flitet, ne pak kultur kemi, që do thot, a i më të duket këshu, si kokra e mollës, po ja që problemi qëndron brenda në trurin e atij personit. Ne nuk mund ta gjykojmë dot nga jashtë. Neve kemi për detyrë të afërmit të familjes kur shikojnë shenjat veçanta, gjëja më e bukur konsultohen tek mjeku i cili domethënë si thua të vëzhgon, si thua ekzaminon, bën analizat e duhura e tjerë dhe të cili gjykon që ka nevojë për disa ilaçe apo nuk ka nevojë. Ne ditën e sotme do të flasim për Veip Hoxhën, këtë 81 vjeçar nga Tirana, i cili fatkeqësisht ka 5 vite që është larguar nga banesa, nuk ka lënë asnjë gjurmë, dërkimi ngelet i paditur, familja Hoxha është ende në kërkim, gjithë me shpresën që mund të arrijë në gjurmët e 81 vjeçarit të moshuarit që dua ta theksoj pas humbjes së bashkëshortes. Ai shfaqi shenjat e para të sklerozës, por vuante akoma më shumë dhe largimin e vajzës së tij, e cila kjo e fundit kishte mbi 10 vite që ishte larguar drejt Francës dhe nuk kishte kontakte me babajin. Ndaj dhe zonja Nexhi, duke ditur historinë e Veipit, e tha bukur dhe qartë që një brez që ka vuajtur largimin e emigracionit dhe humbjen e fëmijëve. Do të vazhdoj me këtë histori, por dhe me historinë e një të moshuare, një skandal që ka ndodhur në Tiranë para pak ditëve me një të moshuar, vetëm pas pak. Ndalemi në këtë moment e kalojmë në një këshill mjekësore dhe rikthehemi. Jemi rikthyer në transmetim live dashur miq, ku në këtë moment dua të prezantoj një ngjarje të rëndë të ndodhur përpara disa ditëve, një incident që ka ndodhur pas ditën e 13 nëntorit në zonën e Bathores në Tiranë, ku një grua e moshuar ka pasur lëndime të shumta pasi shoferi i autobusit të linjës ka mbyllur derën para kohë gjatë kohës që kjo e moshuar po zbriste, dhe regjia na ndihmoi me foton e kësaj të moshuare që është shkrepur rastësisht nga qytetarët të cilët i kanë ofruar ndihmë, një e moshuar që po zbriste nga autobusi i linjës qendër Bathore. Shoferi pa kujdesshëm e ka mbyllur derën përpara se e moshuara të zbriste, duke i dhënë dëmtime të rënda. Ajo sot ka humbur këmbën, njërën këmbë, e cila ka qenë fatale ky incident, ka përfunduar në spitalin ushtarak këtu në Tiranë dhe fatkeqësisht është e pa identifikuar. Pra deri në këtë moment që ne flasim, kjo zonjë është e pa identifikuar. Gazetarja Ersela ka bërë disa kërkime dhe stafi i emisionit pa gjurmë po bën të mundrën realisht për të mësuar se si quhet kjo zonjë dhe kush janë familjarët e saj. Unë dua të prezantoj dhe një kronikë që ne kemi përgatitur pikërisht për këtë ngjarje të rëndë të ndodhur në ditët e para të nëntorit. E ndjekim dhe rikthehemi. Një incident i rëndë ka ndodhur pas ditën e 13 nëntorit në zonën e Bathores në Tiranë, ku një grua e moshuar ka pasur lëndime shumë të rënda pasi shoferi i autobusit të Kamzës ka mbyllur derën para kohë gjatë zbritjes së pasagerëve. Sipas raportimeve dhe dëshmive të qytetarëve, e moshuara ishte në proces zbritjeje kur dera e autobusit u mbyll papritur, duke goditur dhe rrëzuar në tokë. Për shkak të shtypjes së rëndë, ajo ka pasur kuputje të plotë të këmbës, duke dërguar menjëherë në spitalin e traumës. Mësohet se e moshuara jeton në një azil dhe nuk ka kontakte me familjarët. Për këtë arsye, është bërë thirrje publike që kushdo që e njeh të afërmin ose persona që mund të ndihmojnë në identifikimin e saj të paraqiten në spitalin e traumës për të siguruar kujdesin dhe mbështetjen e nevojshme. E në fakt kjo është ngjarja e rëndë e ndodhur përpara disa ditëve konkretisht në Tiranë, kjo e moshuar, e cila ka përfunduar në spitale pa identifikuar. Mjekët tashmë kërkojnë ndihmë për të arritur të gjejnë familjen, por nga kërkimet që gazetarja Ersela ka bërë deri në këtë moment që ne flasim, dyshohet se kjo e moshuar jetonte zonja Nexhi në një azile vetme.
që mund të jetë braktisur, të paktën kështu thuhet, por nuk dihet e vërteta, nuk dihet nëse është në një azil shtetëror, por në azil shtetëror nuk ka ndonjë person të moshuar në verifikimet tona që është larguar dhe nuk është kthyer më, në një azil privat të cilët janë të shumta këtu në Tiranë, ndaj ne sot po e sillim në fokus që kushdo që është duke na ndjekur të na ndihmojë. Është ngjarje goxha e rëndë. Atëre është situash një aksident fatal. Më thënë në këtë moshë të humbi njërë në këmë, se mendoj se sa kohë do t'i duhet që ta rikuperoj. I urojmë shërim dhe të ketë jetën e gjatë, sepse është situash një gjë shumë e dhimbshme. Dhe një problemi që ndronë. E para njerë që policia është e detyruar dhe ma mërmëndje që ajo po bon kërkimet e veta. është e detyruar që të kërkoj, sepse diku ajo ka jetuar. Dhe më thënë që normalisht ka problematika në Shqipëri, që s'janë të identifikuar të gjitha vendbanimet që t'janë eksakt, dhe kur janë me kontrata qëraje, edhe kur janë pronar të atyre banesave të caktuara, por gjithsesi ka njerëz që e njohin. Ose si thuash dikush duhet e di që kush është pikërisht kjo grua, që është në azil privat, apo në azil shtetëror, apo që ka jetuar si e braktisur diku vetëm në një dhomë, apo ka dhe nga ta, që kanë jetuar, si thuash, edhe në godinat braktisura. Se kemi parë të gjitha rastet që janë prezentuar dhe këtu në emisionin tuaj. Pra, kur ju e prezentoni këtë në emision, natyrisht është një thirrje. Kemi patur dhe rastet të tjera në të ngjashme që një shqiptar në Francë, edhe një shqiptar në Francë, keni që neftuar në studio, që është përfunduar në spital dhe kërkohesh familja, por dhe rasti i Shkodrës që u identifikua. Po, sepse kemi patur dhe raste shkeq ta themi, por që me të vërtet janë braktisur njerëz të moshës së tretë nga fëmijët. Është për të ardhur keq, dikur përpara 20 vjetësh nuk e mendonim që ndodhte me popullsinë shqiptare kjo gjë. Po duke qenë se ikën në gjithë anët e botës fëmijët e tyre, ka patur dhe raste për arsye nga më të ndryshme, nuk po analizojmë këtë problem, që i kanë lënë prindrit vetëm, ose mund tjetë edhe vetëm një prind, domethënë dhe tjetri nuk është. Kështu që nëse i prezantohet këtu në këtë emision, natyrisht që dikush që e ka parë, që e njeh, mund të na ndihmoj me informacion dhe natyrisht ju pastaj ndihmoni policin për të bërë identifikimin e qartë, sepse unë jam e sigurt që e moshuara s'ka patur asnjë letër njoftimi me vete, policia s'ka mundur dot ta identifikoj. Kështu që nga studio emisionit pa gjurmë bëjmë thirrje pikërisht për këtë të moshuar, e cila fatkeqësisht është në spitale pa identifikuar, kush e njeh, regjia ta nxjerri të plot foton, kush e njeh këtë të moshuar, është i lutur të lidhet me redaksinë e emisionit pa gjurmë. Urojmë dhe shpresojmë që të gjendet familja e saj, të identifikohet, të ketë njerëzit e saj pranë në spital në këto ditë të vështira që kjo e moshuar po kalon. Mirë, urojmë që të zbaret kjo histori. Do të vazhdojmë në këtë momente me historinë e Veip Hoxhës, 81 vjeçarin që prezantuam dhe në studio është nusja e djalit Klodiana, e cila kërkon dhe shpreson që do të mësoj të vërtetën e vjerrit të saj, gjithë me shpresën që mund të jetë gjallë dhe ndodhet diku. Por kush është Veip Hoxha, si u largua ai nga shtëpia, do ndjekim këtë material që kemi përgatitur dhe rikthehemi në studio. 81 vjeçari Veip Hoxha nga Kamza ka humbur gjurmët që prej datës 28 dhjetor të vitit 2020, i moshuari ka qenë vetëm në banesë ditën kur është larguar papritur. Kur djali dhe nusja u kthyen nga puna, nuk e gjetën Veipin në shtëpi, niprit kanë qenë në shkollë, ndërsa i moshuari që vuante nga skleroza, nuk dihet se kur ka dalë nga shtëpia. Nuk ishte hera e parë që Veip Hoxha largohej, ai kishte filluar të ikte që në momentin kur tek ai u shfaqin probleme me kujtesën. Herë të tjera është gjetur nga fshinjit në Varrezat në Laknas, aty ku pret bashkëshortja e tij, e cila ndërroi jetë vite më parë. Tentativa e shpesh e djalit për të mbyllur çdo shteg që i moshuari të mos largohej nuk ka patur efekt, ndërsa shpesh 81 vjeçari gjende mundësinë për të ikur. Kanë kaluar 5 vite dhe familjarët nuk kanë lënë vend pa e kërkuar, duke lëvizur çdo gur deri në verifikimet e atyre në morgun e Tiranës. Veipi është babai një djali me të cilin jetonte dhe një vajze me të cilin kishte humbur kontaktet prej vitesh. Ndarja nga jeta e bashkëshortes, por edhe humbja e çdo kontakti me të bijën që jeton në Francë, rëndoi shumë gjendjen psikologjike të Veipit, të moshuarit me shumë halle, një ish i përzekutuar në kohën e regjimit komunist. Ditën që u largua, 81 vjeçari trup shkurtër me bastun në dorë, ka patur të veshur një paltuta ngjyrë gri, shapka ngjyrë blu, një triko gri dhe një bluzë të shkurtër të kuqe.
Mirë, jemi rikthyer në studio dhe kjo është historia e Veip Hoxhës, shua i ka dalë nga shtëpia dhe ka humbur kontaktet me familjen. Klodiana, po flisje me ne gjatë kohës së kronikës, po i tregoje që bashorti juaj, pra djali Veipit, shkon te varri nënës? Me thënë drejtën, ne shkojmë shpesh te varri i Vjerës, edhe burri do të shkojmë te varri mamit vet, edhe sa që shkojmë te varri, çan aty te varri dhe thotë, "Unë varrin tatë e kam." Të kujtoj, kurse varri në babi thotë, "Më falësh, thotë, ma bësh hallat, po përpiqem kam bërë maksimumin, ndoshta duhet bësh edhe më shumë, po kaq që është punësia për momentin edhe nuk kam një varr për babin. Patëm kem një varr që ta di. Sepse ju dyshoni se diçka e keqe ka ndodhur me fatin e tij në këto 5 vite, do ishte bërë i gjallë. Po kur zhdu vjerri, domethënë ditën e fundit, unë kam qenë në shtëpi me 3 fëmijë. 28 dhjetor 2020. 28 dhjetor 2020-s, kam qenë në shtëpi me 3 fëmijët e tjerë, edhe ishte vak dreke, edhe kur erdhi koha për të ngrënë drek, dal jashtë, sepse kam goxha tokë, dal jashtë për të kërkuar vjerin që të futej brenda që tante. Edhe kërkova, nuk e gjeta. Edhe u habita si ka mundësi, po prapë më kujtua ajo se nga që ikte dhe tjera. Pra nuk ishte hera e parë që ai dilte nga shtëpia, po? Shumë kam zali të vjetë që na njohin, e kanë sjellë në shtëpi. Po vjeri tim, çish kur vdiq vjera, i ngelin mendje vetëm varri i nusës vet, në Lakna se varroste, që është varrosur, e vetëm atje shkonte. Edhe a ditë që ka vdekur, që ka humbur domethënë ditën e fundit, ka qenë datë 28 dhjetor 2020, ka qenë shumë furtunë dhe shumë shi, ka qenë goxha ftohtë. Edhe gjithë kërkimet domethënë shkojnë që kanë shku nga rruga e Laknasit, edhe aty është 1 orë para se të shkosh në atje, dhe mendojmë ne tani që mund t'i ketë rëshkitur këmba, edhe mund t'i ketë rëshkitur këmba, mund t'i ketë nga ura. Gjitha lajme, ato ja, informacione. Sepse ka qenë dimër, ka patur rreshje, prurje të lumit, dhe dyshoni që mund të ketë ndodhur kjo gjë. Ato ja, domethënë gjithë njerëzit që kena, kur diqë me kërkuar me burri me fotografi në dorë, a keni parë filan e ke pa, domethënë gjitha kërkimet na çuan vetëm te rruga e Laknasit, te ura, domethënë ande. Edhe vetëm aty, domethënë ka qenë, mendojmë ne, domethënë se nuk është se është, për shembull në policia të ke dhënë një, për shembull akti i vdekjes është kjo. Nuk është se ka dhënë këtë, po dyshimet edhe njerëzit që na kanë orientuar, na kanë thënë, na kanë qenë, domethënë na kanë çuar te ura, se mund të ketë rreshit këmba nga ftoti, nga mosha, nga stresi, për shembull. Sepse dhe s'keni pak njoftim tjetër, apo jo? Nuk kanë sjell ndonjë lajm tjetër, ndonjë dyshim tjetër, ndonjë haver. Ka shku burri dhe në morg për të kontrolluar, për shembull, por nuk ka gjetur gjë që njoftohet policia e Kamsës, por nuk korrespondonin. E dashur Klodiana, çfarë kishte ndodhur mes Veipit dhe vajzës së tij që jetonte në Francë? Pse ata kishin 10 vite që nuk flisnin me njëri tjetrin, se ishte një plag për atë baba që nuk fliste me vajzën? Me thënë drejtën, vjerri e mbante shumë breng në zemër. Para punës kishte merakun që ngeli, i duke veta sikur ngelte shpesh më thoshte ngela vetëm, se nusja amiku, plak amikë thoshte, edhe patën, ta kisha një herë të gocën vetë ta shifsha me sy, edhe ta dija se si është. Edhe mendoj që edhe pak ka qenë i shqetësuar nga humbja e nusës së vet, edhe pak ajo mërzitia e gocës, edhe ndikojnë nga stresi e nuk përqendrohej shumë. Shpirtërisht me pak fjalë ishte i vrarë. E shikoja domethënë ishte i vrarë, edhe pse duke fizikisht i mirë, i fortë, i fuqishëm, unë shikoja që shpirtërisht ai ishte i vrarë në zemrën e vet. Të llogaritim që të kesh, domethënë të kesh një vajzë, e të kesh 10 vjet, mos kesh folur asnjëherë, është dhimbje më e madhe. Kështu që ajo e ka gryer në çdo ditë të jetës vet. Pse kur ka ikur dhe gruaja, natyrisht që ai ka pësuar si të është një goditje akoma më të madhe, sepse dhe kjo është një fatkeqësi për të moshuar. Ne do vazhdojmë të qëndrojmë ende në studio Nexhi dhe Klodiana me shpresën që ditën e sotme do të bjerë zilja e telefonit për të marrë vesh në një informacion, dhe pse ju e thatë që në fillim që dyshoj se diçka e keqe ka ndodhur me vjerin tuaj që ndoshta nuk mund të jetë më në jetë, por do të kalojmë në reklama dhe rikthehemi sërish bashkë.
Mirë, jemi rikthyer në studio dashurmiq, po flasim për historinë e një të moshuar i cili është larguar nga banesa dhe ka humbur çdo lloj kontakti me familjarët e tij. Bëhet fjalë për Veip Hoxhën, 81 vjeçari sot, i cili rezultoni i humbur për familjen Hoxha plot 5 vite. I moshuari doli nga shtëpia në datën 28 dhjetor të vitit 2020, nuk la një adresë në familje, u largua, më pas humbi dhe nuk dije se çfarë ndodhi me fatin e tij. Dhe pse u bën shumë kërkime nga familjarët, qoftë në terren, por denoncimi në polici dhe policia bëri kërkime, por dhe studio e emisionit pa gjurmë e trajtoi si histori, mbriten informacione, qytetarë cilët tregonin se kishin parë në zona të ndryshme të Tiranës, por fatkeqësisht nuk u gjet në atë kohë Veip Hoxha. E risjellim sot në fokus, gjithë me shpresën se ai është një njeri i humbur, një njeri që i mungon të birit, nuses, niprit, mbesave, dhe ata duan të mësojnë të vërtetën, dhe nëse ai mund të ketë ndruar jetë nga ndonjë aksident, apo fatkeqësisht i ka rrëshqitur këma dhe ka rënë në lum atë ditë të ftohtë të dimri, kjo familje kërkon të ketë një varr dhe Veipi të prehet në paqe nëse vërtet mund të ketë ndruar jetë, se familja gjithnjë këmbgul që ai nuk është në jetë. Dhe sa herë çdo njanixhi që trajtoi këto histori të moshuarve, kur kalon një muaj, 2, një vit, familja i humb shpresat. Logjikisht, domethënë, përderisa nuk ka asnjë haber për 5 vjet, dhe natyrisht që nuk ke shumë shpresë asaj. Por ndojë të ngrija një problem i cili nuk është thjesht për këtë rast, po për shumë e shumë shqiptar, të cilët fëmijët e tyre i kanë jashtë, ata fëmijë edhe kur janë mirë vetë, edhe kur mendojnë se prindrit janë bëre mirë, se unë jam e sigurt që vajza e Veip Hoxhës që jeton në Francë, në Paris është? Nuk e di qytetin. Çrëndsi ka, jeton në Francë, do e ndjeki këtë emision, është e sigurt. Kështu që duhet mendojnë se sa shumë dhimbje japin kur nuk kujtohen për prindrit e tyre. Sado që krijon një familje më vete, sado që mund të mbushës se ke fëmijët, edhe e mora vesh që pas ka 5 fëmija e vajzë, por nuk e di se si nuk ka menduar ndonjëherë se si ishte babaj dhe mamaja e vetë. Më duken shumë të çuditshme këto raste, domethënë, a ka ndjenja njerëzore se nëse ti nuk i ke këto ndjenja të dashurisë, të respektit, të kujdesit, të vëmendjes për prindrit, nuk ma merr mendja se ke një shpirt të tillë të mbushur me dashuri për t'ia falur këtë dhe fëmijëve të tu. Domethënë, nuk e besoj që njeri, si thua, me një shpirt të madh, me një zemër të madhe, mund të bëjë një lloj diferencimi të tillë. Sepse kur bëhet prind vet, unë e mendoj, edhe kam parë këtë gjë, shtohet dhe më shumë dashuria për prindin, sepse je vetë në pozitën e prindit, që fëmija është gjëja më e shtrenjtë. Ashtu si të dim se në ty dhe bën sakrifica sublime për fëmijët e tu, ashtu kanë bërë prindrit për ty. Kështu që ndoshta duhet dhe një thirrje, domethënë thirrje zemre, thirrje shpirti. Sa e gjallë prindrit i shikoni, falni dashuri, kujdeseni, se një ditë që nuk janë, në çdo ditë të asaj dite mendon që jo çfarë ke bërë për ata prindër, po çfarë i ke lënë mangut atyre prindërve. Kështu që është një ndjesi që duhet ta kenë edhe ato njerëz që ndoshta hallet i kanë bërë ndonjëherë edhe pak të ftohtë, edhe pak, si thuhet, shtrëmbyllur, pak të tërhequr nga jeta. Kjo marrëdhënie dashurie midis prindërve, fëmijëve dhe pastaj fëmijëve të tyre, këta që në një moment kanë qenë bi, nënash e babash, është ndjenja më e fuqishme, është lidhja më e fuqishme, lidhja më e qëndrueshme, është frymëzimi më i madh i jetës, është qëllimi më i madh i jetës, është forca që mundet të bëjë të realizojnë çfarë ndron dhe të përballosh çfarë pengese të del në jetë. Urojmë me pak shpirt të, sepse e mendoj që është shumë esenciale. Kjo lloj fjalë zemre, fjalë shpirti që vallai çdo nën, çdo fëmijë don atë babain, do nënën e vet ta shikojë. Edhe mua tani më ka mbush babim, mbush vitin që më ndroi jetë. Edhe siç më vjen keq për babin tim. Edhe kur e shikoj tani, Odeta më solli shumë kujtime të bukura se bab një kemi, si me thënë, po ky është babi i dytë, edhe nuk mund t'i ndash, do me thënë, se janë prindër të dy, edhe dashuria është, nuk e di. Këtë Diana është normale të prekësh. Më prekën edhe fjalët të tuja, po edhe ato momentet e bukura që kur mendon, për shembull, ti pol fjalë të bukura, më kujtoj momentet që kam kaluar, kam përjetuar me vjerrin në shtëpi, se çdo familje kaluar shumë vite me atë. Unë kam 15 vjet martesë edhe
gjithë familje ka ato momentet e bukura, sa do kanë ato konfliktet e vetë, dashuria midis nuse, vjerë, dhe unë kam qenë, nuk e di, mendoj, edhe se kam qenë një nuse shumë vullore. Bravo. Mendoj. Unë me vjerën kur nuk kam zënë, lavdi Zotit. Bravo. Edhe vjerë, edhe kur e zuri skleroza, ishte ai momenti parë, që po mdo, dhe ke përsysh, po pas të kërë shikot që unë njëri i dashur i zemrës, tak ngelet pik në zemër. Si që kam unë bab, është më dhe ti ke bab, bje fjalla edhe e vdjen atë mangësin edhe atë... Më vjen mirë që ruan kujtime dhe urojmë që të zbardhet kjo e vërtet, të mësojt e vërteta çfarë ka ndodhur me fatin e Veip Hoxhës, ky 81 vjeçar nga Tirana, që humbi dhjetorin e vitit 2020, por që nga një konflikt i vjetër me të bijën, ai humbi kontaktet për 10 vite me vajzën, ajo sot e di që e ka babain e humbur? E di. E di. Nuk është interesuar. Nuk ka ardhur asnjëherë? Po në vdekjen e nënës ishte? Jo. Është ajo shpreha e ndarë përfundimisht? Është ndarë ajo? Jo, neve gana jo nuk kena pas asnjë lloj konflikti. Do më thënë, unë e burri, do më thënë, gjithmonë i kemi ofruar, do më thënë, mund të vije, edhe sot e ka derën e hapur, qpit vetë është. Unë i thëmë burri, letë vije, mërë, qpit vetë, letë këtë 5 kalamaj, edhe unë 5 kalamaj kam, por marrë shumë. Pse qpit vetë, letë rije, se s'do rije gjithë jetën, mund të rije 1 javë, 2 javë, sa të ke qef. Neve nuk është se ke përzën kusht nga shtëpia, po thjesht kam pas ato konflikte. Mirë, do bëjmë shkëputjen tjetër në këto momente, të detyrueshme, do të kalojmë te prostatoli të dashur miq, bëhet fjalë për një këshill mjekësore e destinuar për popullatën e rritur mashkullore, e cila ndihmon në problemet e prostatës. Njihuni me prostatolin dhe rikthehemi në minutat e fundit. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq, jemi në këto minutat e fundit televizive dhe dua edhe një herë të përsëris pasaportën e Veip Hoxhës, të moshuarin nga Tirana, i cili fatkeqësisht ka humbur kontaktet me familjen përpara 5 viteve. 28 dhjetor 2020, ai doli nga banesa e tij, nuk la një adresë, drejtimi ngeli i paditur dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me Veip Hoxhën. Kushdo që e njeh këtë histori, që mund të ketë informacion se çfarë ndodhi me fatin e tij ato ditë pas humbjes, është i lutur qoftë anonim, mund të lidhet me redaksinë e emisionit pa mu vazhdimisht jap kontaktet tona, ne kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj të dashur miq, por mund të na shkruani dhe në faqen tonë Facebookut Pa Gjurmë Report TV. E dashur Klodiana, dua ta mbyllim me një mesazh, sepse edhe ju e keni një mesazh ditën e sotme për teleshikuesit e Pa Gjurmit. Mesazhi im është që do i lutesha shumë qytetarëve, ata që e njohin vjerrin tim, edhe na njohin ne si familje, ta vendorë në zemër, nëse ata din diçka, ose ka një të dhënë të saktë, mund të njoftojnë nëpërmjet jush, që edhe neve ta dim se si është përfundimi, si ka humbur ose diçka më shumë informacione që të ndihmoj ju në gjetjen. Në gjetjen e vjerrit tim. Do a dija shumë për nder, edhe do isha ferma më i lumtur nëse do gjeja një të dhënë. E le ndorë t'jush, ndorë të teleshikuesve, se dikush të më ndihmoje me një informacion, sa do pak i vlefshëm. E uroj me zemër që të ketë informacione, unë të falenderoj që të pata sot në studion e emisionit Pa Gjurmë. Falenderoj dhe juve që... Falenderoj dhe ty Zonja Neci që të pata, për gjitha këshillat që sot solle në vëmendje për sa i përket moshës së tretë. Faleminderit. Mirë të dashur miq, me historinë e Veip Hoxhës kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të programit, ne bashkë do ritakojmë sërish nesër. Ju e dini, jemi live ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë mirupafshim.